6 ushtrimet duhet të bëni mëngjes për të mbrojtur dhe forcuar zemrën pas moshës 60 vjeç. Pse mëngjesi është momenti i rëndësishëm për zemrën pas moshës 60 vjeç. Trupi ndryshon ndjeshëm. Metabolizmi ngadalësohet, elasticiteti i enëve të gjakut bie. Presioni i gjakut tenton të rritet dhe rreziku për sëmundje kardiovaskulare shtohet. Shumë njerëz mendojnë se pas kësaj moshe ushtrimet janë të rrezikshme. Por e vërteta është e kundërta. Ushtrimet e lehta të mëngjesit janë një nga ilaçet më të fuqishme për zemrën, sidomos kur bëhen rregullisht. Çfarë ndodh me zemrën kur lëvizni në mëngjes? Rritet qarkullimi i gjakut, ulet presioni i gjakut, stabilizohet ritmi kardiak, ulet kolesteroli i keq, LDL. Përmirësohet oksigjenimi i trurit, zvogëlohet rreziku i infarktit dhe insultit të rëndësishme. Këto ushtrime janë të buta, të sigurta dhe të përshtatshme për persona mbi 60 vjeç. Por nëse keni probleme serioze të zemrës, konsultohuni me mjekun. Përpara se të filloni, rregullat bazë para se të filloni ushtrimet bëhen në stomak bosh ose pas një glënjke ujë veshje të rehatshme, frymëmarrje e qetë. Mos e mbani frymën, ndaloni menjëherë nëse ndjeni. Marramendje, dhimbje, gjoksigulqim të fortërahet të çrregullta të zemrës, ushtrimi një frymëmarrje e thellë për aktivizimin e zemrës. 5-7 minuta. Ky është ushtrimi më i rëndësishëm për zemrën pas moshës 60 vjeç. Shumë njerëz e nënvlerësojnë, por frymëmarrja e saktë ndikon drejt për drejt në ritmin kardiak dhe presionin e gjakut. Si bëhet? 1. Uluni në karrige ose qëndroni në këmbë drejt 2. Vendosni një dorë në gjoks, tjetrën në bark 3. Merrni frymë thellë nga hunda për 4 sekonda 4. Mbajeni frymën 2 sekonda 5. Nxirrni frymën ngadalë nga goja për 6 sekonda 6. Përsëriteni 10-15 herë përfitimet për zemrën. Ul tensionin arterial, stabilizon rrahjet e zemrës, redukton stresin, armikun e rënjë të zemrës, përmirëson qarkullimin e gjakut. Këshill. Nëse e bëni çdo mëngjes për 30 ditë, shumë persona vërejnë ulje të tensionit dhe përmirësim të gjumit. Ushtrimi 2. Ecja në vend ose ecja e lehtë 8-12 minuta. Ecja është ushrimi më i sigurt dhe më efektiv për zemrën, veçanërisht pas moshës 60 vjeç. Si ta bëni në mëngjes? Ecni në vend brenda shtëpisë ose ecni ngadalë jashtë në ajër të pas të rregullat. Ritëm i moderuar, të flisni pa u lodhur, shpatulla të relaksuara, krahët të lëvizin natyrshëm kohëzgjatja. Filloni me 5 minuta, arrini gradualisht në 10-15 minuta. Çfarë i bën zemrës? Forcon muskulin e zemrës, përmirëson elasticitetin e enëve të gjakut, ul sheqerin e gjakrit, energjinë për gjithë ditën, gabimi shpesht. Shumë njerëz ecin shumë shpejt në fillim. Për zemrën, ritmi i qëndrueshëm është më i rëndësishëm se shpejtësia. Në pjesën e parë folëm për frymëmarrjen e thellëcin e lehtë. Tani kalojmë të ushtrimet që përmirësojnë qarkullimin e gjakut, hapin kraharorin dhe lehtësojnë punën e zemrës. Ushtrimi 3. Rrotullimi i shpatullave dhe krahëve 6-8 minuta. Pas moshës 60 vjeç, shpatullat dhe qafa bëhen më të ngurta. Kjo ndikon negativisht në qarkullimin e gjakut drejt zemrës dhe trurit. Si bëhet? 1. Qëndroni drejt ose ulur 2. Krahët anash trupit 3. Rrotulloni shpatullat përpara 10 herë ngadalë 4. Pastaj rrotullojini mbrapa 10 herë 5. Më pas ngrini krahët lart dhe ulini but 10 herë frymëmarrja. Merrni frymë kur ngrini krah, nxirrni frymë kur ulni, përfitimet për zemrën. Përmirëson qarkullimin e gjakut, ul tensionin në kraharor, lehtëson punën e zemrës, zvogëlon mpirjen e duarve, shënim i rëndësishëm. Nëse ndjeni dhimbje shpatullash, bëni lëvizje më të vogla. Ushtrimi 4. Hapja e kraharorit dhe shtrirja e gjoksit 5-7 minuta. Zemra ndodhet në kraharor. Kur muskujt e gjoksit janë të ngurtë, frymëmarrja bëhet e cekët dhe zemra lodhet më shpejt. Si bëhet? 1. Vendosni duart pas shpinë 2. Mbajini gishtat të kapur 3. Hapni kraharorin duke shtyrë shpatullat mbrapa 4. Mbajeni pozicionin për 10-15 sekonda 5. Relaksohuni dhe përsëriteni 5 herë variante e lehtë. Nëse nuk i kapni dot duart pas shpine, hapni krahët anash në formë të përfitimet për zemrën. Përmirëson frymëmarrjen, rrit oksigjenimin e gjakut, ul presionin në kraharor, ndihmon ritmin e rregullt kardiak. Këshill praktike. Bëjeni këtë ushtrim pranë dritares për ajër të freskët. Bonus i shkurtë, lëvizja e qafës për qarkullim më të mirë. 1. Ulni kokën poshtë 5 sekonda 2. Ngrijeni lart 5 sekonda 3. Anash majtas djathtas, nga 5 herë. Mos e rrotulloni qafën plotësisht nëse keni probleme me shtyllën kurrizore. Në këtë pjesë do të mësoni ushtrimin kryesor që forcon zemrën përmes këmbëve, ushtrimin që stabilizon presionin e gjakut, pse këmbët quhen zemra e dytë. Pse këmbët janë jetike për zemrën pas moshës 60 vjeç. Qarkullimi i gjakut nga këmbët drejt zemrës do bësohet. Kjo sjell fryrje këmbësh, tension të lartë, lodhje të shpejtë, rrezik për mpiksje gjaku. Sa më të forta këmbët, aq më pak lodhet zemra.
Ushtrimi 5 ngritja e thembrave forcon zemrën e dytë, 6-10 minuta. Ky ushtrim aktivizon muskujt e pulpave, të cilët veprojnë si pompë për kthimin e gjakut drejt zemrës. Si bëhet? 1. Qëndroni drejt, mbahuni pas karrigjes ose murit. 2. Ngrini ngadalë thembrat, qëndroni në majë të gishtave. 3. Mbajeni 2 sekonda. 4. Ulini ngadalë. 5. Përsëriteni 15-20 herë variante për fillestar. Bëjeni ulur në karrige përfitimet për zemrën. Përmirëson qarkullimin e gjakut, ul rrezikun e mpiksjes, redukton fryrjen e këmbëve, ndihmon zemrën të punojë më lehtë. Këshill: bëjeni këtë ushtrim edhe gjatë ditës nëse rrini shumë ulur. Ushtrimi 6. Ulje ngritje të lehta në karrige, 5-8 minuta. Ky është ushtrimi i butë, por jashtëzakonisht efektiv për zemrën. Si bëhet? 1. Uluni në karrige. 2. Ngrihuni ngadalë pa ndihmën e duarve nëse mundeni. 3. Uluni sërish ngadalë. 4. Përsëriteni 10-15 herë rregulla të rëndësishme. Shpinë drejt frymëmarrje normale, mos u nxitoni përfitimet. Forcon muskujt e mëdhenjrit, kapacitetin kardiak, ul sheqerin e gjak, përmirëson ekuilibrin nëse keni probleme me gjunjët. Bëni më pak përsëritje. Programi i plot i mëngjesit, 15-20 minuta. 1. Frymëmarrje e thellë, 5 min. 2. Ecje e lehtë, 5-10 min. 3. Rrotullim shpatullash, 3 min. 4. Hapje kraharori, 3 min. 5. Ngritje thembrash, 3 min. 6. Ulje ngritje, 3 min totali. 15-20 minuta. Gabime që dëmtojnë zemrën pa e kuptuar sa shpesh duhen bërë ushtrimet shenjat alarmuese kur duhet të ndaloni këshilla të arta për një zemër të fortë deri në pleqëri. Gabimet e të rrezikshme pas moshës 60 vjeç. 1. Të mos lëvizësh fare, mendimi jam i moshuar. Nuk duhet të lëviz, është armik i zemrës. Pasiviteti dobëson muskulin e zemrës, rrit tensionin, rrit rrezikun e infarktit. 2. Ushtrime të forta me njëherë në mëngjes. Zemra në mëngjes është më e ndjeshme. Shmangni. Vrapin e fortë, ngritjen e peshave, lëvizje të shpejta. Zgjidhni gjithmonë ushrime të buta dhe graduale. 3. Mbajtja e frymës gjatë ushtrimeve. Kjo rrit me njëherë presionin e gjakut. Frymëmarrja e rregullt, zemër e qetë. Sa shpesh duhet të bëhen këto ushtrime? Çdo ditë, idealisht minimumi 5 ditë në javë. 15-20 minuta në ditë janë të mjaftueshme për ulje, tensioni, stabilizim, raheshritje, energjiet më të gjatë. Konsistenca është më e rëndësishme se intensiteti. Shenjat alarmuese, ndaloni me njëherë nëse ndodh. Dhimbje gjoksi, marramendje, gulqimi fort, djerse ftohtë, rrahje të çrregullt. Pushoni dhe kërkoni ndihmë mjekësore nëse simptomat vazhdojnë. Këshilla të arta për zemër të shëndetshme. 5-60. Ushqimim shumë perime. Fruta, vaj, ullirim pak. Krip dhe sheqer, ujë, një gotë ujë në mëngjes para ushtrimeve. Gjumi 7-8 orë gjumë cilësor. Duhani armiku më i madh i zemrës. Mesazhi final: zemra nuk ka moshë. Ajo ka nevojë për lëvizje, qetësi dhe kujdes. Nëse i bëni këto 6 ushtrime çdo mëngjes, ju i jepni zemrës jetë, i shtoni vite jetës dhe jetë viteve tuaja.